Mes entuziazmi dhe shpresës për fitore, Sali Berisha u prit në Elbasan nga simpatizantët e PD-s në kuadër të takimit të radhës prezantues me kandidatët për deputet në garën e 11 majit. Lideri i opozitës e nisi fjalën me një krahasim mes ish-diktatorit Enver Hoxha dhe kryeministrit Edi Rama. Edi Rama zgjodhi të jetoj vetë në saraje me themele dyher me gjata sevile e diktatorit Enver Hoxha. Se Edi Rama zgjodhi me këto para të jetoj vetë, të ketë një obor 4 herë më të madh se sa diktatori. Por i gjë do t'u them këtu. Diktatori ishte njeriu më mizor, por ato obor dhe atë shtëpi nuk e regjistrojnë në emrin e tij. Jo, do të themi ato që janë. Berisha u ndal te incineratori i Elbasanit duke quajtur vjedhjen më të madhe të ndodhur ndonjëherë. Elbasani është dëshmi e njërës prej vjedhjeve më të mëdha të shekullit. Incineratorve, ja ku është Llamarina që solli Edi Rama me ministrat e tij. Jashtë funksioni, s'ka prodhuar 1 kilovator që ku është instaluar. PD është forca që premton Shqipërinë madhështore, sipas Berishës. Për Edi Ramën nuk është problem pensioni të merësisht i ulët i pensionistëve. Nuk është problem largimi dhe vetëm largimi i trive. Nuk është problem sundimi i krimit, sepse ai sundon së bashku me të. Nuk është problem falimentimin zinxhir i ndërmarrjeve prodhuese për shkak të narkoerëve dhe fakt Ballkanit hapur. Nga Elbasani, Berisha kishte një përgjigje për bufin që kryeministri Rama e sjell në shenjë krahasimi. Ai vërtet ka saraje. Ai vërtet ka rrëmbye qindra mijëra tokë në Himar në Bregdet. Ai vërtet ka qindra milion sipas OSB-s para në kontot. Po ka gjë i mungon atij. Ai është i shkret, është i varfër në kulturë. Ai gafoi duke krahasuar mua me bufin, simbolin e mençurisë dhe turqësisë në gjitha kohrat. Në mbyllje, kryetari i PD-s i përithiri qytetarëve të Elbasanit të votojnë kandidatët e koalicionit Shqipëria Madhështore, pasi sipas tij socialistët kanë përfshirë në garë vetëm eksponent të krimit.